socialiste, jo partia e tij. A ka marrëzira të tilla dhe për këto, për këto në ka fazë duke shkel Konventin Evropian të Drejtave të Njeriut, duke shkel Kartën e Drejtave të Njeriut të Organizatës Kombeve të Bashkuara, duke shkel të gjitha ligjet, kushtetutën dhe ligjet shqiptare. Vazhdojmë. Se është armik e Edi Rama, shikoni, ku arrin urrejtje verbër e Edi Ramës. Imagjinoni, i ati ti, skulptori kriminal, që ta shihet ti thoj ai një gentleman, një kriminal 2 metra gjatë, si i biri. Ai firmoste për të varë në litar Hamzinelen, për vajtjet se era Helsinku do frydhe në Shqipëri, kurse ky se varë do, por përdor po ato praktika në sallë gjyqi që përdori nga Enver Hoxha kundër armiqve të tij politik. A pato një koment në media ju për këtë çështje? Qytetarë dhe qytetare, a ndigjuat ju një emision për një akt terrorizues, torturues psikologjik publik që kryet ndaj ish presidentit vendit? As dhe një. Forbitet. Ndaj dhe revolta ime. Censura është akti më i shëmtuar. Në studio mund dëgjoni çdo debat, po temat vijnë nga lart. Kjo nuk lejohet. Nuk lejohet. Vazhdo. Jemi në burgun e Fushkrujës. Shikoni si është aty. Bar. Jo në Fushkrujë është, apo në Krujë. Aty ban, në zonë është. Ja i Fushkrujës, mire kam. Jo, është në burg. Është dhomë burgu, s'është market. Është dhomë burgu. Bravo. është burgu i banditit partisë. Kokain, dans, urdhoni. Kujtoni atë tjetrit në kafaz. Ta e në vrasës. Këta rëndojnë me 10 vrasje. Në qeni. Po, shira, pijet dhe zhogje. Kurse tjetrit në kafaz. Ishtë kërëministri. Censure plot. As një nga mediat e kontrolluar nga qeveria nuk ka dha. E censuruan totalisht. A mund të censuroj, kjo më thoni mund të dashur gazetar? A nuk përbën kjo në gjithë botën një super live? A mund të imagjinoni që kjo të mund të ndodhte gjatë periudhës kur qeverisë Sali Berisha dhe Partia Demokratike? Kur? Ja pra, shiko. Sepse këta i kanë burgjit të dorë. Ta zbashku mund të kenë 15-20 vrasje. Po janë të partisë. Janë kriminalët e partisë shtet. Dhe denojnë këto qëndrime, denojnë censurën që u bëhet. Ndaj qytetarëve shqiptar nuk i vetë mundësia, nuk njihen me këto. Dhe në botë këtë kush nuk e censuron, përveç në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Berisha, Ardit Hoxha nga Euronews. Kam 2 pyetje. Po së pari do doja të bëja një pyetje që nuk ka shumë lidhje qoftë me aktualitetin politik, po edhe me atë që u deklaruat, por merr shkas nga një intervistë e mbrëmjes së djeshme publikuar në mediat shqiptare e ish presidentit të Kosovës, zoti Hashim Thaçi, nga Haga, ku ai qëndron prej
gati 5 vitesh tashmë. Pavarësisht raportit jo aq të mirë që ju keni pasur në periudhën 16-20 dhe përplasjeve në distancë, sërish në intervistën e tij zoti Thaçi ruante një lloj mirënjohje dhe respekti për bashkëpunimin me ju. Pyetja që un kam për ju zoti Berisha është, gjatë kësaj periudhe që zoti Thaçi ka qenë në burg, ju keni pasur mundësi të kontaktoni me do qoftë edhe telefonikisht, dhe nëse nga Partia Demokratike ka pasur ndonjë përpjekje për mbështetje apo lobim për të gjithë komandantët e UÇK-s që ndodhen në Hag në paraburgim? Pyetje shumë e drejtë. S'pari një herë zoti Hashim Thaçi ka thënë të vërtetën. Unë nuk kam bërë zë bëj kur dallim